ruajtja e Allahut, respektivisht e fesë e Allahut, fillon nga ruajtja e imanit, nga ruajtja e besimit. Allahu tregon arsyeën e vetme për cilën neve na ka krijuar dhe na ka sjellë në këtë botë, e që është adhurimi i tij. Pastaj si mision na ka caktuar mëkëmsinë, përfaqësimin e vlerave kuranore dhe pejgamberike, për sa të ekzistojë kjo gjësi. E Allah thot, e fe hasibtum ennema khalaqnakum abatha wa ennakum ilejna la turgja'un. A menduat ju se ne ju kemi krijuar kot, pra pa një qëllim fisnik, thjesht që të bredhni rrugëve të kësaj toke, të kësaj gjësie, dhe të jetoni sikur se kafshët, të hani, të pini, të çiftëzoheni dhe të mbaroni me vdekje? Absolutisht jo. Fa ta'ala Allah. I lartësuar është Allahu nga ky mendim i keq, i mangët. Është mendim i keq për Allah me mendu që Allah pas gjithë këtyre vlerave që ja ka dhënë njeriut, me a leju atij apo me a caktu një jetë ngjashme me kafshët apo më të ulët se sa kafshët? Absolutisht jo. Sa më madhe që tjetë vlera, aq më madhe bëhet edhe përgjegjësia. Dhe duke qenë se krijesa njerëzore është krijesa më e vlerësuar, më e nderuar nga ana e Allahut fuqiplot, atëherë dhe përgjegjësia e tij duhet të jetë më e larta, më fisnike e mundshme. Prandaj adhurimin e ka njeriu. Prandaj mëkëmsimin si rol dhe si mision e ka njeriu.